Ujërat e zeza mbulojnë Ballshin, ndërsa qytetarët janë në alarm për shëndetin, pasi ato janë prezente kudo në këtë qytet të bashkisë Mallakastër. Ato rrjedhin nga pusetat pak a pak, duke mbushur rrugët kryesore dhe hapësirat publike me ujëra të ndotura, të cilat kthehen në burim infeksionesh dhe rrezik serioz për shëndetin e qytetarëve. Era e rëndë e padurueshme mbizotron në shumë zona të qytetit, shprehen banor, tregtar përgjatë rrugëve dhe drejtues automjetësh. Sipas tyre, pavarësisht ankesave të vazhdueshme, situata nuk ka marrë zgjidhje konkrete. Në një denoncim të publikuar në televizionin Apollon, qytetarët kërkojnë ndërhyrje urgjente për t'i dhënë zgjidhje situatës së rëndë të krijuar nga kanalizimit e ujërave të zeza në qendër dhe në disa zona të qytetit të Ballshit, që janë kthyer në shqetësim serioz. Për shkak të amortizimit të rrjetit dhe mungesës së ndërhyrjeve në kohë, ujërat e zeza kanë dalë në sipërfaqe duke përhapur erë të rëndë dhe duke krijuar rrezik për shëndetin publik, janë shprehur të intervistuarit. Gjithashtu ata kanë thënë se problemi është i përsëritur dhe se denoncimet e bëra prej tyre nuk kanë marrë zgjidhje konkrete, ndërkohë që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga Bashkia Mallakastër dhe ndërmarrje e ujësjelljes kanalizimeve përpara se situata të përkeqësohet më tej. 10 vjet kemi me këtë gjendje pusete. Me fekale këtu në 4 vende në Ballsh. 10 vjet kjo bujmë te. U ankojmë, kërkojmë, ja ku është gjendja. Kanë ardhur në Tirana dhe se kanë zhbllokuar. Vetëm për lekë. Pasin dhe brimi, ja, kjo e. O bojnë taksën atë. E bashkia. Nuk na vjen në ndihmë. Për tjera jo, po dhe këto që i ka për detyrë. Ujërat e zeza në Ballsh janë përgjegjësi e Bashkisë Mallakastër, pasi situata e rënduar nga ujërat e zeza në qytetin e Ballshit nuk është më thjesht një problem teknik, por një dështim i hapur i menaxhimit vendor, kanë theksuar banorët. Nga ana tjetër, Bashkia Mallakastër, edhe pse ndërhyn për pastrimin e pusetave, justifikohet se problemi është përgjegjësia e drejtorisë së ujësjelljes kanalizimeve në nivel qarku dhe jo kompetencë direkte e saj. Por ndërkohë, qytetarët vijnë të përballen çdo ditë me ndotjen dhe pasojat e saj.